Kosova shkon sërish në zgjedhje pa qeveri dhe pa president me një kuvent që mezi arritit mlidhet për të shkrirë sërish. Çudia më e madhe është se Kosova shkon në zgjedhje pavarësisht se mazhoranca në kuventin e saj sa vjen dhe forcohet. Albin Kurti në zgjedhjet e fundit fitoi gati 52% votave dhe megjithatë e hodhi sërish Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme. Po përse? Përse Albin Kurti jo vetëm nuk gjen konsensus, por refuzohet në të gjitha ofertat që ai bëri, duke lëshuar edhe gjysmë e qeverisë për fshirë kryetarin e kuventit. Vetëm në një moment Kurti u duk refuzues. Kur në minutë fundit ai refuzoi ofertën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të bërë Vjosa Osmanin presidente sërish. Por Albin Kurti e hodhi poshtë ofertën dhe e çoi Kosovën në zgjedhje. Dhe këtu lind sërish një pyetje edhe më e thjeshtë. Vjosa Osmani duke një presidente komode për Kurtin, ajo bëri çka i kërkoi ai gjatë gjithë mandatit të saj, bile ajo i ofronte atij komunitetin që të bënte të vështirën me amerikanët, sepse ndërkohë ajo i zbuste ata. Apo më zball, tu ishte edhe problemi. Vjosa Osmani sot reagoi fort. Ajo e quajti seancën e mbrëmshme të kuvendit një natë errët për demokracinë në Kosovë. Ajo bëri thirrje për dashni, por kërkoi dhe ashpër ndërshkimin e gënjeshtrave dhe të mashtrimeve. Ndërshkim kuptohet me votë. Foli si një lider e vërtetë e opozitës, me një forcë që sot i mungon fakt opozitës në Prishtinë. Jo më kot Lumir Abliçiku i përsëriti asaj kërkesën që të rikthehej në DK. Por problemi nuk qëndron në argumentat e zonjës Osmani. Problemi qëndron tek vetë zonja Osmani. Nësa për vitet e tërë ajo ishte avokatja më e fortë e Albin Kurtit, ditën që ai refuzoi ta kandidojë sërish për presidente, ajo gjeti errësirën aty ku më parë shite dritën. Ajo zbuloi mashtrimin dhe bëri thirrje për kosovarët ta ndërshkojnë me votë. Por e njëjta votë e zgjodhi atë presidente, pak vite më parë. Ditën ama që ajo ishte jashtë lojës Kurtit, befas ndryshoi gjithçka. Ky nuk është një problem i panjohur ndodh kudo. Dikush sapo ikën nga qeveria, nga presidenca, nga një post, befas bëhet kritiku më i madh i shefit. Ditë e fundit në Tiranë, një gjë e gjashme po ndodh me Elisa Spiropalin. Njeriu që Rama afroi në PS që në ditët e para të nëntorit 2005 kur ai zbarkoi atje, ka njohur një karrierë në rritje për asaj kohe. Por bashkë me karrierën, duket janë arritur dhe ambicjet. Deputete, më pas kryetare fresh, drejtoreshe doganave për shumë vite, më pas ministre disa herë. Spiropali njohë kulmin e saj pas arrestimit të Erion Veliajt. Ajo zot kryetare kuvendi, më pas kryetare politike Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës. Pas zgjedhjeve, mori postin prestigjos të ministrit të jashtëm. Por me ndryshimet e fundit qeverisë, ajo e pa veten jashtë kabinetit, ku shumë tonin se ajo ndonte numrin 2 dhe disa tjerë pohonin se ajo ndronte ndonjë ditë numrin 1. Direkt më pas, me statuse gjithnjë më pak të kriptuara, Spiropali kritikoi qeverinë ku deri dje bënte pjesë partinë që i dha asaj staturën dhe afrën me politikanes, përpo sigurisht privilegjeve të tjera. Por sot ajo është kthyer në një opozitare të brendshme të Edi Ramës, duke e sfiduar edhe ndërshkimin që ai paralajmëroi me përjashtim. Kundërshtitë e brendshme nuk janë gjë e re për Partinë Socialiste. Për shembull, e bën rregullisht këtë gjë Erion Braçe. Por a është Elisa Spiropali Erion Braçe apo Vjosa Osmani? A kanë të drejtë në sjelljet me to, qoftë Albin Kurti dhe Edi Rama? Për këto të flasim sonte. Sigla. Mbroma dhe mirë se vini në Redstore, me mua sonte në program janë Albatros Reqer, mbroma Albatros. Flokert Muçe, mbroma Flokert. Frok Çuvi, mbroma Frok. Dhe Skënder Mëngjozi, mbroma Skënder sërish. Ne si jemi bashkë. Albatros, çfarë mundon në Kosovë? Asgjë jashtëzakonshme. Përveç zgjedhjeve. Përveç zgjedhjeve. Në fakt të zgjedhjet jashtëzakonshme janë pozakonshme, dhe ato. Domethënë, tas elektorati në Kosovë është mësuar këtë gjëra, nuk është që eksitohet në mënyrë të veçantë për këto. Por ky epilog ishte i pritshëm. Tash na besoj do e diskutojmë, po unë nuk pajtohem me editorialin tënd qatë që the që Albin Kurti e qoj Kosovën në zgjedhje. Tash nuk është Albin Kurti e gjithë Kosova dhe nuk është vetëvendosja e gjithë spektri politik. Jo, po është 52% e votuesve. Po, 52% e votuesve, nuk do më thënë ajo nuk është shumica e cilësuar që duhet për të zgjedhur presidentin. Është një gjë që duhet të thonë. Okej, po në lojë politike ti e di, qeveria është, mazhoranca është e para që shkon under scrutiny. Pastaj sigurisht faktorët e tjerë. Qytetarët e Kosovës kur dalin në zgjedhje, njëjtë si qytetarët e Shqipërisë, se kemi një sistem të ngjashëm kushtetues, votojnë për kryeministrin, nuk votojnë për presidentin. Edhe logjika politike është e thjeshtë, ti duhet ta marrësh shumicën, 51%, edhe ti qeverisë me vend.
Tash, çfarë ka ndodhur për shkak të disa interpretimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat domethënë nuk janë bashkë më të mira, tash koha po e tregon këtë gjë, është betonu bojkoti si formë e presionit politik. Domethënë Kushtetuta e Kosovës thotë që presidenti zgjidhet në raundin e tretë, nëse duhet ajo shumica e thjeshtë, por në 2 raundet e para duhet 80, por ama duhet votohet. Duhet votohet. Tash çka ka bërë gjykata kushtetuese e ka kriju këtë precedentin që ti thjesht duke mos marrë pjesë në votim, ti e bllokon procesin. Po në këtë djeu votua apo jo? Pati votim. Nuk është votu. Ajo ishte një performancë që e bëri lëvizjeve vendosje për t'treguar që kandidati i tyre e ka shumicën e thjeshtë që nëse do ishte një proces normal, në raundin e tretë do zgjidhej presidenti. Do zgjidhej presidenti. Dhe tash është kriju kjo, ky komplikimi, mbi atë komplikimin që ne e kemi me 20 vendet e rezervume që janë, që ti nuk të mjafton të fitosh 51% qeverisësh me Kosovën, po të duhet më shumë. Edhe kjo tash do e krijojë një situatë në cilën skena politike do pastrohet. Njerëzit, unë kam mendimin që nuk do jemi vetëm me këto zgjedhje, do kemi edhe një palë zgjedhje të tjera në fund të vitit, sepse këto zgjedhje nuk do të zgjidhin asgjë. Prap do kemi një situatë blokade, prap nuk do janë ato 80 votat e nevojshme për të zgjedhur presidentin, edhe do vim në një situatë kur skena politike në Kosovë të dohet në 2 bloqe. Kush është me Albinin dhe kush është kundër Albinit. Ka përshtypjen edhe sot pak a shumë kshuar, po ja, nuk është e fragmentizuar, të ike 3 subjekte politike, tash njerëzit nuk do e djegin votën. Nuk do e djegin votën. Pa e thoni që Albini do shkojë më shumë se 52%. Unë jam i bindur që Albini... Se në kohët e opozita kam parë disa reagime shumë entuziaste. Këtu është kalkulimi gabim që e bën opozita në Kosovë, dhe kjo është arsye pse ata kanë bllokuar procesin. Ata nuk kanë qenë të interesuar për zgjidhje, dhe Albini e ka pranuar sfidën, ka thonë, "Okej, s'po dua asun zgjidhje." Ata duke menduar që nëse shkojmë në zgjedhje, Albin Kurti do merr më pak vota. Dhe do i zvoglohet fuqia politike dhe do e gryn. Është e kundërta, sepse në fundit është problem të shkohet kundër një njeriu i cili ka 16 euro në konto. Populli i Kosovës nuk është si populli i Shqipërisë. Populli i Kosovës i shikon këtë gjë. E shikon kush kundër kujt është përballë. Nëse tash Albin Kurti me disa njerëz të tij është përballë një kaste milionerësh, kjo në Kosovë e bë diferencën. Sepse atje sot në Kosovë nuk votohet për ideologji, votohet kush është i korruptuar edhe kush nuk është i korruptuar. Njerëzit i kanë kriju ato idetë e veta kush është i korruptuar dhe kush nuk është i korruptuar. Të gabuara. Të gabuara. Absolutisht nuk janë të gabuara. Absolutisht nuk janë të gabuara, sepse domethënë ne jemi popull i vogël, vetëm sektorin e energjisë. Pos 2 dele, një makinë, një gjë të vogël aty dhe tash nuk ke miliona ku i bën me rrogës bon. Të bëj pyetje? Nuk bën me rrogë. Të bëj pyetje. Ti a harxhon një lloj energji në Kosovë si në 2015-2020, si në 2020-2021? Energji elektrike, rrym. A shpenzon një lloj, sepse qeveria 2015-2020 ka shpenzuar për blerje 270 milion, ndërsa në kohën e zotit Albin ka shpenzuar 930 milion. Dhe ka një aferë të madhe të energjia aty. Asa një aferë. Nuk shet ti. Ajo aferën, gjithë të kesh, Kosovo një pikë vend, edhe... Kontratat janë super të shimtat të energjia tani dhe këtë... Ajo është, ato janë prolla... Vetëm Albini nuk e thot. Ta mbajmë ke regullat, se kjo pastaj është debat që nuk zgjidhet. Janë prolla portale. Po ke regullat, është më mirë ta mbajmë ke regullat. Ajo është, ato janë prolla portale, sepse është një pikë vend, edhe populli Kosovë për dallim për popullit Shqipëri flet, thot, mi ki marë 50 euro, mi ki marë 5 euro. Do më thonë njerëzit flasin Propaganda edhe njerëzit flasin, edhe të ishtë të vërteta, aj do binte... Propaganda e vërteta është është rritur. Po, e vërteta është rritur. Se jam i sigurt që do shkoj më shumë, po... Arsyeja se energjia harxhohet, Kosova ka pas probleme me prodhimin e vetë, janë arsye reale. Me Albinin ka patur probleme ekonomia, biznesmenët po ikin nga Kosova, po vinë në Shqipëri. Domethënë, gjitha problemet nuk kanë ndodhur nga lufta në Ukrainë në Kosovë. Skënder, po Skënder. Kjo është fushat elektorale e cila vjen më pas, po tani u mendoj duhet lexojmë këtë moment që është moment bllokimi. Kosova ka një parlament me 120 vete.
Për të zgjedhur presidentin duhet quorum me 80 vetë. Është kjo që ju thatë me drejtë që është quorum bllokues. Albin Kurti sot ka 57 mandate. Si kryetari një maxhorancë numerike e cila është hap bëj qeverinë dhe e tregoj, unë kam një dilemë. Zoti Kurti ose ofron një zgjidhje politike sepse është si puna e saj valles që ai pari mban dhe atë shamin që e tund dhe e heq vallen. Dhe nuk është e rasti se është partia më e madhe. Është partia që duhet marrë iniciativën e para. Nuk është e rasti që edhe partia që mandatohet për bërë qeverinë është ajo që ka më shumë vota. Pra, ka një detyrë plus të tjerëve sepse ka dalë fitimtar dhe duhet që këtë moment kolapsi, gjithë kemi dëgjuar. Po dhe politikisht ai e nis, shumica e nis. Gjithë kemi dëgjuar qindra persona që është ndimër, cilët bënë një parashikim krejt të lehtë që do kemi zgjedhje, do fitoj kush do fitoj, dhe më pranverë do kemi prapë zgjedhje sepse nuk do zgjedhet presidenti. Kjo ishte diçka e ditur. Po, kur ti shef që ky tren po të vjen nga larg, si politikani përgjegjshëm, me ato 16 eurot pa bëfar ironi, dhe unë e vlerësoj, sepse ja ofroj gjysmën e qeverisë. Po, pastërtia është vlerë, puritanizmi është vesë. Do më thënë, ajo kthehet në diçka tjetër pastaj. Dhe unë mendoj që Kurti ka kaluar një moment puritanizmi, i cili nuk di sa i vërtet është, po e ka një moment. Tani problemi, po, nuk e kam vetëm rroga dhe 16 eurot janë metaforë. Puritanizmi është sjellje, është shumë më komplekse. Tani, edhe bllokimi që Kurti prodhoi, sepse ndryshe nga ju, unë mendoj që ai që ka shumicën e votave, ai prodhon dhe bllokimin se ai ka detyrë të gjejë zgjidhje. Tani më fal. Po, patjetër. Ai ofroi 6 ministra. Atëherë, ma jap një kandidatin. Të lutem. Alternativa po votojmë një. Mos ta bëjmë dialog, lutem, nuk ndërprerem. Ndigjo deri në fund. Ndigjo se edhe un kam atë mjet për të thënë. Ose gjen një zgjidhje politike të cilin nuk e gjet dhe nuk ka gjasa që ai ta gjej mbas fitores radhës se do fitoj prap, ose do bëj tjetrën. Nëse arrin me bilancin e tij të shkojë në 80 mandate, atëherë ai mbyll gojën që të gjithëve, po ne bijem gjithë dakord që nga 57 në 80 nuk ka përcent dot se është e pamundur. Ose e treta, krijon një konsensus politik në Kosovë që ta ndryshojë kushtetutën dhe këtë quorum bllokues ta heq. Pra, këto janë tre zgjidhjet. O do ofrosh zgjidhje politike, ose do ofrosh rritjet mandateve tua, ose do ndryshosh kushtetutën. Tani, i ngelet nga të treja, i ngelet vetëm njëra, që të ofroj zgjidhje politike se dy tjerat nuk bëhen. Si u zgjodh dhe Vjosa Osmani herën e parë? Më fal, se kam i precedent që besoj që ka vlerë. Edhe sepse LDK-ja e kam mbështet, ja ka mundsu kvorumin. Okej, po në kohë pse ja ka mundsu kvorumin. Albatros, ne këtu në 2001 kemi pas një situatë zgjedhore e cila në terma krejt ndryshëm mendoj se ngjan, është precedent. Cili është? Partia Socialiste fitoi thellë. Shumicë cilësuar. Por me një truk elektoral në një zonë të vogël fare të Lushnjës, si quhet Dushk, prodhoi 12 apo 13 mandate. Dhe ndërkombëtarët që në atë kohë vendosnin për ne, i than Fatos Nanos diçka. Vota di ke vota për qeverinë, por nuk ke vota për presidentin. Sepse votat për presidentin i ke marrë me hile. Dhe çfarë ndodhi? Dy armiqët më të mëdhenj kishin fut në burg njëri tjetrin. Sali Berisha kishte çuar Nanon në Bënç 4 vjet burg, i vërtet, jo kështu 5. Derisa ndodhi në theshtata. Ulën, zgjodhen një president konsensual, zgjodhen madje edhe një prokuror të përgjithshëm, rrini nga mëngjesi darkë dhe anin dreka darka, edhe ajo ishte pak e panatyrshme se ishte çike shumtut dy burra gjithë ditën bashkë që ishin kacafyt me njëri tjetrin, por ajo që ngelet funditës është kjo. Në qoftë se ti ke këtë pengesë që e di qysh larg është ai treni që po të vjen, ose ti ke numra dhe i mbyll gojën tjerëve, ose ti ke fuqi dhe ndron kushtetutën, ose do gjesh një zgjidhje sepse je i pari. Prandaj ti thua që bllokimin e bëri Kurti. Po natyrisht që Kurti, pse kush tjetër? Kurti e bëri. Kjo është retorika e opozitës Kosovë. Mirë, rregull. Njerëzit mund të ketë dhe opozita drejt. Pak më ndryshe ta dëgjojmë zotrinë dhe pastaj vazhdojmë debatin. Rregull. Jo, megjithatë unë do doja vetëm një gjë, Albatros. Ti the që LDK-ja i dha votat e konsensusit herën e parë zonës Osmani. Kryetari LDK si ofroi një gjë Kurtit. Nuk ka gjë. Vjosa, tu ka një abuzim me emrin e Vjosa Osmani, dhe Vjosa Osmani e ka leju sepse ajo është në trajektorën e kthimit në politikë aktive,
Kur mendoj seriozisht që Vjosa Osmani do të ishte kandidat, askush nuk e ka dashur nga opozita përfshi dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe të gjithë kanë qenë kundër. Kur e pa e qartë që Albini nuk do ta rikandidoj, filluan të ndryshojnë gjërat. Domethënë, ajo hatërmbetja që Albini ka me Vjosën është reale, është e patejkalueshme. Është e ngjashme me problemin që Sali Berisha ka pas me Bamir Topin, me problemin që Rama ka pas me Ilir Metën, domethënë ku presidenti tentohet të imponohet si një lloj autoriteti mbi kryeministrin dhe kryeministri nuk e pranon atë si çfarë autoriteti i merrte Jo, dëgjoj tash, sepse në pamjet parë na e ndukur që ata ishin shumë mirë me njëri tjetrin. Kanë qenë mirë me njëri tjetrin, por 2 vitet e fundit ka pas probleme. Ajo e ka quajtur kryeministrin po bën bigjeuz me fatin e Kosovës. Ne ka qenë bigjozgji që ka qenë diçka raport me ndërkombëtarët. Pastaj i ka bloku emërime ambasadorësh, ka qenë një konflikt me Ministrinë e Punëve të Jashtme, edhe gjëra që kryeministri Kurti ka konsideruar që ajo po i përzihet në terrenin kushtetues që kryeministri ka. Ky ka qenë vlerësimi i tij dhe në mendimin e tij kjo 5 vite të tjera me diçka të ngjashme është e papranueshme. Dhe këtu dalim te analiza politike. A mund kesh ti një president, dalim te logjika e Skënderit, edhe pastaj edhe do ndryrën e Frokut. A mund kesh një president 100% tëndin? Jo, kur ti nuk e fuqi ta zgjedhësh ato. Albini ka bërë një hipotezë që tash që thonë ka qenë në mendimin tim i sinqert, kur ka thënë ka kërkuar një president konsensual. Presidenti konsensual edhe e ka qenë e para, kemi menduar që do bëhet Murat Jashari, ai e refuzoi në momentin e fundit. Pastaj kaluam në kërkesën për një president që vjen jashtë jetës politike. Bile u tha dhe ideja jo me Komisi Shqiptare. Çfarë do të jetë jashtë politikës, edhe aty ndodhi përplasja pastaj sepse jo duhet marrëveshje, jo nuk duhet marrëveshje, edhe Albini vendosi që unë nuk do bëj kompromis me politikën e vjetër. Kjo është qëndrim transparent që ai ka. Nuk bëj kompromis me politikën e vjetër. Edhe kjo me hajvanet. Tash, këta si për hajvan, ata i thoi ndryshe, këta i thoi i rrezikshëm, domethënë aty gjërat kanë eskalu, ajo është transparent këtë pikë. Edhe kujt ja thot këtë, ja thot një populli që ai e quan analfabet. Jo. Ndaj të cilit duhet të shpërndahen këto janë janë nga letrat e Partisë Albinit, më nuk po i shpikim ne. Këto janë spekulime, këto janë pralla për zotës. Çdo fakt, çdo shifër është me sa duket s'kemi pse flasim se Kurti pas ka përqenë dhe 100 vjet aty. Jo, për 10 vite tashme sigurt e ke, bro. Për 10 vite tashme sigurt e ke. Bllokohet shteti më frok se shkojnë çdo 6 muaj, çdo 6 muaj zgjedhje. S'ka problem për shtetin. Është problemi është Albini mirë. Po bra. Që du shtetin, ne kemi qenë pa shtet. Ore, kush është zgjidhja, se çdo 6 muaj zgjedhje, kam 15 muaj 3 zgjedhje apo? Ne kemi pasur si Bullgaria Kosovën pa shtet. E kemi pas Kosovën pa shtet, e kemi pas pa Albin, tani e kemi me Albin, e kemi pas shtet. Po shteti funksionon, shteti funksionon shteti. E gjithë strategjia. E kemi shtet po pa aleat. Se shkoni zgjedhje po funksionoj. E gjithë strategjia se si ndërpreu Frogu, ta mbaroj Frogu. E gjithë kjo strategji po aplikohet në Kosovë, është që Kosova të jetë me një qeveri të pa mandatuar, të pa institucionalizuar. Do më thënë, kemi 3 herë radha si nuk bëjmë do të institucionet, do shkojmë edhe disa herë, do më thënë do ngjajmë, për mua është tipike me Yasser Arafatin. Yasser Arafati nuk u zgjodh kurrë, por ishte i madhi i Palestinës, edhe është absolutisht vetëm kështu. Yasser Arafati ama ishte. Po ishte, bënte trafiqe, ishte i ndershëm, po trafiqe bënte. To se di, po ishte ishte 7 vjet, non grata e Amerikës, po prapa aty. Pastaj u bë hero në Amerikë. Po e votonte populli në fund fare. Atëherë vim tek një gjë që është shumë e rëndësishme. Kjo që po ndodh në Kosovë, po vë disa pikpyetje. Edhe po dilema shumë dhe. E para, dilema themelore është vlerësuar vota. Nuk ka pse kosovarit votoj më, përderisa nuk zgjidhet asgjë me votën e tij. Se realisht që pse votohet? Po s'ka pse të votohet më. E para është vlerësimi i madh. Pastrohet skena politike. Si, aty i ke gjithë. Ja ta mbaroj Frogu dhe pastaj e patroj. Se kjo e pastrimit që ka interesant. Në radhë të parë nuk ka përse të votojë sepse as president nuk zgjedh më atë votë.
E jo më të zgjidh çështjet e ekonomisë, e zgjidh çështjet e balancave, e zgjidh çështjet ndërkombëtare, çështjet me aleate të tjera asgjë. E para, e dyta, ja do shkoj në zgjedhje. Është e katërta herë që shkon në zgjedhje për të njëjtin gjë, për institucion. Kur do bëhen zgjedhje në Kosovë për interesat e qytetarëve dhe të popullit të Kosovës, për interesat e pranimit në Bashkimin Evropian, për interesat e bashkimit e NATO-s, për interesat e qytetërimit të qytetarisë së Kosovës, qytetërim do thotë shtet, kur do bëhet? Asnjëherë s'ka pse të bëhet, sepse edhe zgjedhjet që vinë nuk bëhen për zgjedhje për këto interesa, bëhen për interesat e Albin Kurtit, që do thotë se prapë nuk i zgjidhet dot. Dhe ati në radhë parë nuk i prish asnjë punë. Po, Albatros, ti përmendet idenë që derisa të pastrohet skena politike, që mu pëlqen vetvete si ide, sepse du shumë pastrohet tu, për këtu e ne nuk pastrohet. Ideja është cila është zgjidhja thua ti politikisht, pra Kurti fiton nga 51.7, sa doli 51.6, do votohet 60%, cila është zgjidhja politike? Si funksionon kjo si proces? Pra si shikoni ju këtë gjë? Në Kosovë ka dhe një konflikt të madh mes brezash. Po. Edhe brezi i ri është një brez revolucionar, një brez i cili do një shkëputje me politikën e vjetër. Cilët konsiderojnë që ndaj këtij brezi është bërë një padrejtësi. Edhe nëse janë shiru. Vetëm i gjë. Jo, ta them. Është bërë padrejtësi që nuk janë në Serbi. Me ta shpjegu kontekstin, apo... Nuk e them për ju. Kjo është një ide fashiste. Domethënë të seleksionosh gjysmën e popullit që është i ri dhe gjysmën tjetër. Albatrosi janë një brez i cili nuk ka lidhje me 98. Pjesë mendimi Albatros. Nuk ka lidhje me 98. Që ka lidhje me vërteta në këtë sens? Pjesën e vjetër do ta çojmë për sapun. Jo. Po se për këtë thotë. Plasje brezash gjithmonë Është gjithmonë. Ka për plasje brezash. Në këtë moment me kë lidhet. Se edhe këtu ne kemi lidhet me kë, lidhet me faktin që nëse ne para çlirimit ne kemi konsideru që Serbia po na i mohon disa gjëra. Edhe tash, pas luftës, njerëzit kanë orë në konsideru që ajo që ka ndodhur me njerë pas luftës, me të disa forma, do më thonë, të abuzimeve, korrupsionit, koncentrimit pushtetit në disa njerëz, dojherë dhe një lloj vrashtësie e cila njerëzit nuk e kanë prit, ata thonë që na keni mohu shijen e lirisë. Domthon shijen e lirisë. Kjo është si ky brez e sheh atë gjë, domthon shija e lirisë. Edhe tash ky brez është rebelu. Edhe ky brez ka lidh kontratë me Albin Kurtin. Që kjo nuk do të thotë se çet ky që janë kundër UÇK-s, kundër gjës, kundër asaj, domthon absolutisht nuk ka lidhje me atë muhabet. Por ti tash në komandanta në uçninë shqiptare të Kosovës ka pas plot, nuk janë vetëm 3-4. Por ti je komandant nuk do të thotë që ti ke luftuar të bosh milioner. Domthon populli i Kosovës tu e pret, me thikë pret atë muhabet. Domthon s'ta kam dhënë unë ty dë drejtën ti në emër të bosh milioner, edhe nuk është e vërtet i dashtën që të ka shpiru ky ose pse sepse në 98 në 99 një popull i ton me vetdije ka pranuar më sakrifiku e ka prit kasapin shpi. E ka prit shpi. Këto janë muhabete kot që populli i Kosovës i menon tan kohën edhe e ka dhënë përgjigjen. Harruat muhabete nuk ka budalla i popullit. E ka dhënë përgjigjen, ja ka dhënë votin Albin Kurti. Ja ka dhënë Albin Kurti dhe tash, domethënë, nëse Albin Kurti son disfat këto zgjedhje, domethënë son disfat këto zgjedhje, do rezistoj, do bëni një parë do pse i disfat, edhe skena pastrohet, por mund të ndodhë kundërta. Populli i Kosovës e eliminon, themi, një parti të vogël si Alianca, e zvoglon LDK-n, e zvoglon PDK-n, edhe atëherë bëni një parti. Kjo punë zgjidhet one way or the other. One party and one party. Nuk është one party. Baxhari i fitoi 2/3. Mundem. Ai fitoi 2/3. Atëherë më fal. Është përgjigje atëherë që 80 mandate.
shkojmë të 2/3. Qëllimi i Kurtit do që bashkë me aleatët e tij t'i arrijë 2/3. Po cilët ka aleat? Aleatët e tij janë komunitetet jo serbe. Mirë. Okej. Po Flokër. Se u duk si kur bëra pas. Dëgjë, nga 2020 kur komandantët shkuan në Hag, dhe mori... Kanë shku 2 komandant, 3 komandant, nuk kanë shku krejt komandantat Haga, përdojnë se... Ato komandant Qelbur që janë atje, të cilët nuk dënjohet të tonë letrat nga kryeministri, janë një popull Albatrosi thot, shiko, duhet me edhe gjuhë, se nuk jeni konkurent politik, që jeni parti politik. Albatrosi tha diçka, komandantët ta nuk janë gjithë, ka dhe tjerë. Ka dhe njerës që jetojnë varfëri, ka dhe njerës që bëjnë vetë vrasje pi varfërisë. Ka dhe tjerë që nuk njihen, ka i shumë sa shnjen. Janë 3, 4, 5, 6 janë ata. Flasim politikisht. Unë deri tani nuk kam dhënë asnjë mendim. Unë them një fakt, ja më janë pralla. Unë them një fakt tjetër, ja më janë... Tani, e ke profesionale, prallat, fabulat, romanët, dhe vlerësoj, po to janë fakte. Dhe faktet janë fakte shku. Nga 2021 kur ka ardhur ky zotëria, pasi Thaçi dhe shokët e tij ikën në Hag, ai vend nuk ka patur institucionalizim dhe nuk ka patur marrëdhënie korrekte, përkundrazi, ka patur konfrontuese me ata amerikanët e qelbur, me gjitha komandantët. Se dorëzu veri una, po harro marat punë, jo me amerikanë, po me orë pej hanës punë që zbota janë në Kosovë, me ja dorëzu veri una në tyne, po kur zbota janë punë, kur zbota janë punë, edhe sot, ajo sot ka qëndru si sot, Kosova është Kosovë dhe në majet sepit, nuk është Kosovë dhe në Iber, është Kosovë dhe në Kufi, kjo është gjë që ti se kupton, se nuk shojmë penë, një popullit tonë, nuk shojmë penë atë pikë, harroa të gjë, harroa me burë. Unë dua këtë tavolinë se njerëzit gjojnë. Ja, harroa këtë tavolinë. Dakor, vetëm për sqarim, ne nuk kemi dëgjuar përveç zotit Thaçi, i cili e ka artikuluar apo jo Skënder në këtë tavolinë, ne nuk kemi dëgjuar Shtetet e Bashkuara ta artikulojnë qoftë edhe Evropianët janë qenë gjithë kundër, Gjermanët parët. Po, edhe ata nuk i kemi dëgjuar. Dhe që quan dështim. Mund t'jetë bërë në pas, po në publik nuk i kemi dëgjuar. Ata i kanë dhënë, unë kam punu me ndërkombëtar dhe me 13 vjetor vitit kalum në zyrën ma transishme në Kosovë. Ndërkombëtarët i dhanë veto Serbisë, mos se Serbia rebelot, mos se Serbia bë probleme, mos se Serbia na fut luftë. Po let na fut më burr, let na fut si mjaft mo. Mjaft, populli i Kosovës thotë mjaft, iku ai punë. Edhe rezistum, luftum në Banjska, do më thonë me gjë, rezistum, tregum që ai ta njerëz vdesin për atë vend, edhe sot veriku është Kosovë. A tregoj që është Kosovë. Kjo është sentimenti që ti se kupton. Kjo është sentimenti që ti se kupton. Duhet vish jetosh Prishtinë sigurisht që jetojnë në Tiranë. Kam taku një ministër. Duhet vish jetosh atje. Qeverisë i bie që në pjesën e dytë të emisionit i mos flasësh fare. Më ndorri nga tema. Kam takuar një ministër të qeverisë. Kurti të thoshte ne me kapacitetin që kemi përballojmë luftën me Serbinë. Tani që kemi të bëjmë me një qeveri populiste, konfrontuese me ndërkombëtarët, këtë e di dhe Lopa. A ishtë konfrontuese me popullin e Që nga ana tjetër, po më gjotë tani më lërë të them mendimin tim, o vlla, let më shajnë ata të Albinit, ti më lërë të them atë që mendoj, ti janë gati ata, dhe rrisin dhe klikimet në YouTube, çevret menjen. Ti nuk është se po fshihesh, ti je i qartë. Kështu që më lërë dhe mua të them këtë mendimin tim. Thelbi është ky. Albin Kurti ka qenë ai që përkundrazi, jo vetëm të rinj që nuk po bëjnë revolucion, por për shkak se të vjetrit janë larguar me një vendim gjykate nga Kosova, nga klasa politike, ai vend është ka ta ndisur aty ku është. Dakor, po vetë votuan mos harro. Patjetër, po nuk po flas për atë. Po takojnë karmën edhe kanë shkuar atje se i kanë dëgjuar ndërkombëtar. Kemi këtë situatë, sepse jo sepse ata janë problemi, por sepse është problem që ata nuk janë aty. Se po t'ishin ata aty, i pari Hashim Thaçi, Albin Kurti nuk do ishte aty. Dhe Albini këtë e di. Sepse në zgjedhjet e fundit, për shembull, në zgjedhjet e fundit, se ne këtu do jemi. Do vim prap, edhe Albatrosi do vi. Albatrosi ta, edhe nëse hum të zgjedhje ka zgjedhje tjera. Dakor. Për atë 50 kusur %. Unë them që nuk e kalon 40. Okej. Tu pastaj hyn te basti. Jo, nuk është basti. Është ja t'jap shifër. Nuk kemi ta ajo pikë për momentin. Vetëm një shifër dhe kalon. Koeficientet e Champions League. Jo, po them një gjë, 25% votave, dhe ky është fakt. 1 në 4 vota të Albinit ishin të diasporës. Dhe të cilat në qershor, ndryshe nga fund viti, në qershor nuk do jenë aty më burr. Dhe
Kjo e bën, e irriton Albatrosin dhe të ngjashmit e tij, s'ka asgjë, është vokacioni i tij, që kur thua këto tjera që ekonomia është bërnut, që çdo gjë aty është kucre qameti, për qytetarët e Kosovës, do shihet revolucioni tjetër. Imagjino pastaj me Bovaki, me dalë në datë 19 maj e burri me ardhë në Kosovë. Do presi zgjedhjet e dimrit që të vinë... Okej, të vinë emigrantët pra. Vetëm dy gjëra. Dy gjëra lidhur me ç'a debatuan Albatrosi me Thogertin. Kur vjen puna tek ndërkombëtarët, që është pikë delikate. Unë jam dakord me Albatrosin, kemi biseduar privatisht që Albin Kurti ka investuar tek ideja e sovranitetit, tek ideja e rezistencës, si s'pranon diktat. Dhe s'pranon diktatin. Por ama ka një flow në diskutimin, në argumentin që ti dhe Banjska. Unë nuk jam shumë i sigurt Albatros që në Banjsk, flas për operacionin eliminues të serbëve, forcat e Kosovës do kishin patur sukses pa ndihmën e ndërkombëtarëve. Edhe zgjedhjet kanë ndodhur në Banjska, çfarë kanë, unë kam qenë pjesë e procesit. Edhe zgjedhjet komunale në komunat serbe, që duhet vinin ato forcat e KFOR-it e tjerë. Dhe dalin tek ajo, nuk mund të janë nashkalosh në kryetarët e komunave në Zyra netën me javë aty. Dgjoj, kanë dhe mirë kanë bërë. Po mirë kanë bërë shumë mirë. Puna është sa eficient janë. Si rezultati i asaj gjëje, ata u detyruan mu kthy sistemin e Kosovës, u detyruan mu zgjedh sipas sistemit të Kosovës, edhe sot kanë shumë kujdes kur e marrin një vendim. A mund të flasim të gjithë? A di ku respektohet ligji i Kosovës më shumti në komunat sërbe, sepse e kanë kuptuar që edhe presja shikohet. Okej, shumë mirë. Tani, problemi është këtu. Nuk po diskutojmë si në një fushat elektorale. Tani, po të lexojmë momentin, nuk jemi ende në fushat, nuk është shpall data e zgjedhjeve. Si të bëj fushat në. Jo, fal. Jo se tani bilancet. Ky kështu, ai ashtu, ky e bllokon, ai bllokon. Domethënë, s'dim si kam e votuar. Fal pra, dakord, në rregull. Tani ideja është nuk jemi në fushat Albatros. Ktu është momenti është cinik sepse është shifror. Ti thu, me drejtë unë të bëra një pyetje. Ti nuk ma dhe përgjigjen drejt për drejt, po gradualisht e thej që vetë pastrimi i politikës do të bëjë që vetë vendosi, po më falë, të ludhem, sa zgjedhje kaskad do të duhen që të pastrohet uji, sepse kjo është problemi. Dhe kjo është... Sepse duke mos pas presidentin, po të njoftoj, nuk keni as parlamentin dhe as qeverinë. Se jeni në cikël zgjedhor. Jo, se kemi një vendim gjykatës kushtetuese. Po i keni qeveri kujdestare që rrinë zyrë. Jo, kemi një vendim gjykatës kushtetuese që mandatin e presidentit përkohshëm e rinovon në momentin kur zgjidhet kryetari i kuvendit. Edhe nuk ka vakum, kjo është absurd. Nuk dalin nga zyrat më. Nuk ka vakum institucional. Ti gjithmonë do kesh një president përkohshëm 6 mujor, derisa zgjidhet tjetri. Jo vetëm presidenti, po vetë Kosova, më falë, të ludhem. Se ka një problem, Kryetari i kuvendit, është vendim absurd. Kryeministri i Kosovës ka pas një krizë, jo me amerikanët, që thotë Amerika tallet me drejtën e tij, sovranizmi po themi, por i ka pas dhe me evropianët. Pra, me gjitha ta që kanë qenë prodhuesit e lirisë, dhe jo vetëm prodhuesit, garantët e lirisë, sepse janë dhe garantë, se thamë Banjska, thamë komunat e tjerë, ata që ju dhe ne duhet i shtymë që ato njofjet e famshme t'i rrisin pak, sepse Kosova, për fat keq, është një shtet ende i pa instaluar në arkitekturën ndërkombëtare. Në rend liberal që po kolapson. Let kolapsoj, po për momentin ata që i kanë karriget aty, vazhdojnë t'i kenë, edhe Amerika që se do kë bën, shkon dhe ullet aty. Ne i shumë mira me Amerikën. Dakord në rregull, të lutem, mos fol si përfaqësues, mos fol si përfaqësues i vetë vendosit. Po bëjmë analizë tu. Tani të lutem, kush është në bordin e Paçës? Kush ratifikoi marrëveshjen në bordin e Paçës? Ratifikimin marrëdhëniet ushtarake sot me Kosovën dhe Amerikës janë më të mira në Trumpin se që kanë Biden. Tani mos thuj në këtë aspekt të lutem, mos thuj diçka që se beson as vetë. Jo, besoj, faktin. Mirë, po e besove ke i problemat. Po tani se përmene bordin e paqes, të lutem. Kush e ratifikoi marrëveshjen? Po le ratifikim. Se ka ratifikuar jo sa do kishte të lutem. Deputetët e vetëvendosit. Mbasi presidenti ja vuri firmën, do kishte njëri në Kosovë guximin të mos ratifikonte? Kjo Albin Kurti e ka dëshmu që 5 pare nuk i jep, ajë se që ka... Le 5 pare, Albin Kurti, lutem, ajë bën që ka beson. Ajë beson që ka bën që ka beson. Retorikën unë e kuptoj, po asaj bazës bën stili si t'ja bën. Robert, aty është e bën. Po aty pra. Në raportet ushtarake që shumë mira. Kosova është alat besnik i Amerikës. Tani më fal, me këtë vakum, ti mendon se, më fal Sokol, ti mendon me këtë vakum,
që ky lider politik që e ka këtë problem, mund të mbuloj edhe këto vakume dhe këto njolla që se ka mbulu deri tani, sepse realisht Kosovës i duhet një figurë, rasti e solli që Vjosa Osmani, që nuk ishte e përgatitur dhe e projektuar për atë lloj dualizmi, në muajt dhe vitet kur Kurti ishte në një lloj embargoje diplomatike nga perëndimi, e mori ishte në embargo, e mori ajo avantazhin dhe u fut dhe e plotsoi vakumin përfaqësues që qeveria duhet kishte. Tani këtë duhet ta themi. Problemi pra është që ju në Kosovë në funksion të Kosovës po flasim. Jo vetëm një problem të kryetarit të shtetit, po keni një problem përfaqësimi që është shumë delikat. Ju do të nisni, do të vazhdoj negociata me Serbin, thaf Froku, aplikimi për lutem. Dakor se keni, më nuk e keni, në rregull, se keni pas gjithmonë duket kështu, nuk duket kështu. Nuk duket që do ketë, nuk duket që do ketë. Ama marrëveshjen e orit e kemi pranuar, ata se kanë pranuar. Po, e keni pranuar. Askush s'ka firma aty. Dgjoj fal, lutem, ju pranoni të jeni një panair elektoral vëlla dhe jo shtet. Ky është problem. Jo, shumë i gabim. Jo, shumë i gabim. Ju po e ktheni një panair zgjedhje. Ma shumë shtet se si ka qenë ndonjëherë në 20 vitet e fundit. Edhe kjo është arsyeja pse populli i Kosovës ju tingëlloni, sikur ne kosovarët kur çonin për Sali Berishën, kohën kur Shqipënia se donte Sali Berishën. Kështu tingëlloni ju. Njëjtë është. Dëgjove, lutem, më fal, a të bëj një pyetje? Kur kosovarët çonin për Sali Berishën, Shqipënia thekë Analogjia jote çalon vetëm një pikë. A petë mbrojmë në njërinë e këtu? Ju doni Sali Berishën, nuk e di me njëjtin intensitet që donit Shqipërinë. Po ti je i sigurt ti je i sigurt për një gjë, që ne e duam Kosovën, pavarësisht çfarë mendimi kemi për Albin Kurtin. Se çfarë mendimi kanë shqiptarët për Albin Kurtin, ti e di shumë mirë, tregun zgjedhjet 2021 nga i pamje politike. Por kjo nuk do me thënë, kjo nuk na e lidh, nuk na e kondicionon në raportin që ne kemi me Kosovën. Kupton? Kurse unë ka përshtypjen e herë, atyre jo shumë, atyre që ishin më militantë që duhet kishin për Berishën, duke se u kishin probleme edhe me Shqipërinë. Ndjes si po e them, po jo për shumicën. Vetëm ata që ekspozoheshin më shumë, duke se u kishin probleme me Shqipërinë. Tona dhe sa shqiptar Shqipërisë kanë tryezat e... Po nuk shkojnë më burr. A di si ka njerëz në Shqipëri që akoma s'kan shkuar në Kosovë, po leja të... Albatros, e vetmja gjë është kjo... Ndërsa çdo shkollë e Kosovës e ka rregull që nxënësat e shkollës mesme, edhe kur e përfundojnë shkollën fillore klasën e 9 me arë në Shqipëri. Gabimi e pra. Ka rregull, është me arë në Shqipëri. Gabimi e pra se e kanë dhe shkollat e Shqipërisë, sigurisht. Po. E kanë dhe shkollat e Shqipërisë. Ai thotë ato që di. Vajza ime sapo është një muaj e sa përpara, pikërisht sepse duhet patjetër është vizitë jo e detyruar në kuptimin kështu, por është vizitë që e kanë kurrikull. Është mandatori Kosovë, me që 20 vjetësh. Edhe në rrugën e keqe, i kujtohet ai autobusi që u përplas, që u vdiqët? Po. S'kemi më dhaq rrugë që është shqyr zotit. Po nuk është Albini Kosova, ky është celi. Ja pra se këtu duhet. Një sekond duhet. Me që përmene Berishën. Kur e pyetën Robert Elsin njerë, të ndjerën Robert Elsin për Berishën dhe raportin e tij me Shqipërinë, ai tha një gjë që për mua është shumë e bukur, me urtësinë e tij, tha, Zote Berisha tha mendon që çka është mirë për te, është mirë dhe për Shqipërinë. Dhe Elat nuk kuptoi që praktikisht duhet të jetë e kundërta. Pra çka është mirë për Shqipërinë duhet të jetë mirë dhe për Sali Berishën. Pra ai nuk i vuri ndryshim qëllimet e mira të Berishës, por rezultati ndoshta nuk është ai i duri. Në këtë rast, a vlen kjo për Albin Kurtin? Natyrisht që vlen. E bart këtë rrezik në kur shkon në zgjedhje, edhe gjithçka do varet se a pranohet ky argument që ai e hedh që ai duhet që populli i Kosovës të bëjë prerje më të ashpër me politikën e vjetër. Edhe tash ne do e shohim në këto zgjedhje. Un kam përshtypjen, leximi im që kjo prerja me politikën e vjetër do të vazhdoj, do të thellohet. Edhe kjo nuk ka të bëj me këto që thot ky ÇK-ja, gjëra, njerëzit thjesht dojnë një model tjetër politike, dojnë model tjetër. Sa për dieni, dojnë një model tjetër. Dhe brava të vjen historia. Thjesht dojnë një model tjetër, thjesht dojnë një model tjetër. Do të eci pak më shpejt. Ai tjetri, do të huaj, letronzhe. Vjosa Osmani. Çfarë mendon për Vjosa Osmani? Shko, nuk është njeriu... Dhe kthesën e saj qete gratë pas ngeli jashtë lojës politike për të rizjetë si president. Kjo është problemi. Vjosa ishte një shërbëtore e zellshme e Albinit. Dhe me thënë, Albini ka fshirë gjithë historinë e tij
të pisë të ka bërë të pastër nëpërmjet Vjosës. Në fundit, Vjosa me vendimin me dekretin e saj dhe zgjedhjet e fundit, i caktoi me datën 28 dhjetor. Në favor të? Në favor të Kurtit. Nëse pranojmë që gjithë diaspora votu nga Kurti, si ka bërë në i favor. Se votat i merr vetaj. Flasim de facto, për një në favor të një filozofie të Kurtit që ishte kundër Shqipërisë, për thënë vërtetë donte të krijonte një revolucion në Shqipëri. Vjosa ishte bashkëpunëtore, ishte partizane e këtij revolucioni. Kjo kthesa e saj më pas? Pastaj kthesa e saj u pas apo kuptoi që tëra përfitimet i donte Albini për vetë. Cilat ishin përfitimet që donte Albini për vetë? Në radhë parë, raportin me aleatët e mdhej, të cilin e zotroi Vjosa, a e zotroi Vjosa, apo ja ofruan Amerika dhe Bashkimi Evropian, a i nuk e pranonte këtë gjë për shkak se po i dilte Kosova nga duart, jo se po i dilte Vjosa. Realisht, Albin Kurti është një antiperëndimor mërësisht i egër dhe të mërësisht i përbetuar. Ai do ta lërë Kosovën në një moment varfërimi, në një moment shkatërrimi që s'ka për të syt njëri. Dhe do ta nxjerrë në ankan. Keni për ta parë që në kësaj here shteti i Kosovës do vlerësohet, ju e shikoni që bëhet nami në Kosovë pa askush nuk flet në perëndim, do të thotë bëni çfarë doni. Vetë ambasada gjermane e vetmja që foli dhe tha ore thjesht mos shkilni kushtetutën, po tjerat ju keni filluar të bëni si alla... Kurti e quan sukses këtë? Po Kurti e quan sukses se është i pa... Dhe në fakt, teorikisht, është i pa vetëm mos shkel kushtetutën dhe vazhdojnë më të në rregull. Po, është i pa përgjegjësi, se tu është një banor hoteli, po i pa regjistruar. Po nuk mund të na menaxhon një ambasadë, iku ajo gjë kur na kanë menaxhuar ambasadë. Vjen dikush për të kërkuar Albinin, po se ka të regjistruar. Tani kthehemi tek fenomeni Vjosa. Fenomeni Vjosa është interesant në politikën tonë, edhe tek ne. Në momentin që preken diku një interes, si duket shkollat politike tek ne, padyshim që është mërësisht e varfër. Veset ngjajnë. Dhe bëjmë atë që bëjmë popcornin. Do të thënë, menjëherë shpërthejmë se jam unë. Gjë që dëshmon për kulturë politike shumë të ulët, gjë që dëshmon për interesa shumë personale dhe jo interesa nacionale dhe publike, dhe gjë që dëshmon për faktin që ta janë politikanë të cilët nuk njohin veten. Dhe më thënë, japin vetës atributet të cilat realisht nuk i kanë. Mirë, këtu na hodhet e Elisa Spiropali, po për këto me njerë pas publicitetit.